Fundjava pritet të sjellë mot të qëndrueshëm, ndërsa ditët e tjera do të sjellin probleme në parametrat e erës dhe ngricat në akset rrugore. Fundjava pritet të sjellë mot të qëndrueshëm, ndërsa ditët e tjera do të sjellin probleme në parametrat e erës, si dhe ngricat në akset rrugore. Duke filluar nga orët e pasdites së kësaj dite, kemi dobësim të sistemit të rreshjeve, ndërsa gjatë orëve të vona të mbrëmjes do të kemi pushim të rreshjeve fillimisht në vijën bregdetare, e më pas gradualisht në të gjithë territorin. Dita e mërkurë sjell ndërprerje të rreshjeve, por do të kemi një rënje të ndjeshme po ashtu të temperaturave të ajrit, duke bërë që temperaturat në orët e para të mëngjesit në zonat malore do të jenë -3 deri në -4 gradë Celsius, ndërsa maksimumet deri në 13 gradë Celsius. Temperaturat negative në gjysmën juglindore të vendit pritet të sjellin problematika me ngricat në akset rrugore, jo vetëm e mërkura, por edhe e njëjtja do të jetë me dominimin e motit të paqëndrueshëm. Dita e premte parashikohet se do të sjellë rreshje, kryesisht në formën e shtrëngatave, ku pritet një cikël 24 orësh i paqëndrueshëm, duke bërë që të kemi edhe prezencën e rreshjeve të shiut në pjesën më të madhe të territorit. Fundjava parashikohet sipas sinoptikanëve se ka sinjale që do të sjellë përmirësim të kushteve të motit. Një tjetër problematik që do të shfaqet gjatë kësaj jave është parametri i erës, e cila do të jetë e fortë, kryesisht gjatë orëve të pasdites, kur në det të hapur mund të arrijë deri edhe në 90 km/h. Do të kemi përmirësim të erës të mërkurën, por e njëjtja do të sjellë sërish mjaft erë të fortë.